Pak para orës 7 të mëngjesit të sotëm filloi prishja garazhave në pronësi të serbëve dhe të vendosura pranë qendrës së paraburgimit në veri të Mitrovicës. Inspektimi komunal nuk e miratoi prishjen e cila u krye me ndihmën e policisë dhe në pranitë e karabinierëve dhe pjesëtarëve të KFOR-it e Uleksit. Siguria e qendrës së paraburgimit u përmend si arsye për prishje, por objektet private të vendosura pranë gardhit të burgut nuk u prishën. Toka në të cilën ndodheshin ndërtesat e shembura dyshohet se i përket kompanisë Trepça Jug, e cila më shkurt dhe në mars paralajmëroi paraprishjen. Kompania Trepça Jug njoftoi sot se ka filluar aksionin e prishjes së të gjitha ndërtesave dhe garazheve të ndërtuara pa bazë ligjore në trullin e Mitrovicës së Veriut. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Milan Radojević së bashku me kryetarin e kuvendit Ivan Zaporozhac vizituan këtë mëngjes vendin ku u shemben 23 garazhe në pronësi të serbëve dhe me atë rast vlerësuan se kjo ishte shkelje e ligjit dhe se policia kishte marrë përsipër pushtetin ekzekutiv. Ai gjithashtu njoftoi se komuna do të fillojë procedura dhe një padi zyrtare para prokurorisë kompetente. Komuna e Mitrovicës së Veriut njoftoi se nuk ishte informuar zyrtarisht ose konsultuar në lidhje me këtë çështje dhe në të njëjtën kohë i bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare të reagojë urgjentisht dhe të parandalojë krijimin e një precedenti me anë të cilit kompetencat themelore të komunës merren në mënyrë arbitrare. Drejtoresha e Drejtorisë Komunale për Infrastrukturë Ružica Božović shpjegoi se kompania Trepça figuron si në katastër si pronare e trullit, por se në fakt është përdoruese e trullit sepse është tokë publike, si dhe 80% të territorit në veri ashtu dhe në jug menaxhohet nga Trepça, dikur kompani më e fortë në këtë zonë. Zyra për Kosovë dhe Metohi dënoi prishjen e garazheve në veri të Mitrovicës, duke njoftuar si një veprim i tillë pengon mungesën e ligjit në Kosovë dhe se autoritetet në Prishtinë kërcënojnë të drejtat pronësore dhe ekzistenciale të popullit serb. Siç u tha nga Zyra për Kosovë dhe Metohi, përpjekjet e autoriteteve në Prishtinë për të marrë përsipër dhe zvogluar kompetencat e vetëqeverisjes lokale të Mitrovicës së Veriut janë të papranueshme. Zyra hodhi poshtë arsyet e deklaruar për prishje, duke thënë se këto janë justifikime që nuk pasqyrojnë situatën e terren, duke pasur parasysh se pronarët e këtyre garazheve kanë dokumentacion mbi të drejtat pronësore dhe se disa nga ndërtesat e shembura janë ndërtuar më shumë se 5 dekada më parë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti paralajmëroi se zgjedhjet e reja parlamentare do t'i kushtojnë Kosovës të paktën 10 milion euro dhe se është e nevojshme të arrihet një marrëveshje politike për të zgjidhur problemin e zgjedhjes së presidentit në vend që të futemi në një spiralë të panevojshme zgjedhjesh të reja. Kurti theksoi se vonesat e mëtejshëm vetëm se do të përkeqësojnë situatën dhe u bëri thirrje opozitës në një diskutim serioz, raporton Ekonomia Online. Ai shtoi se ende është në një marrëveshje me opozitën, por vlerësoi se gatishmëria e partive opozitare për kompromis është shumë e kufizuar dhe deklaroi se ka pasur disa përpjekje për të arritur një marrëveshje nga ana e tij. Nga Komisioni Evropian thanë për Kosova Online se raporti i zgjerimit për Kosovën për vitin 2025 tregoi një ngadalësim në progres dhe për shkak të situatës së brendshme dhe bllokimit politik, por se Bashkimi Evropian është i gatshëm të bashkëpunojë me autoritetet e Kosovës dhe të vazhdojë mbështetjen e Kosovës në rrugën e saj europiane. Zëdhënësja Komisionit Evropian shtoi se Brukseli pret formimin e shpejtë të institucioneve dhe një rikthim në reforma, duke theksuar se përparësi duhet të jetë zbatimi i planit të rritjes.
Ish diplomati Zoran Milivojević tha se kushtet për vazhdimin e bisedimeve midis Brukselit dhe Prishtinës mbi të ardhmen europiane të Kosovës u përmbushën pasi Bashkimi Evropian hoqi masat kundër Kosovës, por ai theksoi se zhbllokimi i dialogut me Beogradin do të jetë çelësi i këtij procesi. Analisti Nejmedin Spahiu thotë se rruga europiane e Kosovës nuk varet nga situata brendshme politike, por nga fakti që 5 vendet anëtare të Bashkisë Evropiane nuk e njohin pavarësinë e saj. Sipas tij, integrimi evropian nuk do të jetë objekt i një fushate të mundshme zgjedhore. Moti nesër në Serbi do të jetë i kthjellë dhe shumë i ftohtë në mëngjes me ngricat e lehta në disa pjesë të vendit. Gjatë ditës do të jetë kryesisht me diell dhe i ngrohtë, do të fryjë erë shumë e fortë veriperëndimore. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 1 deri në 5, kurse ajo maksimale ditore nga 15 deri në 20 gradë Celsius.